sepse organizimi i PD-s është që mos ketë policë, pra mos ketë drejt policë, po pikërisht, që ne mos merrem me privat, që bizneset private mos atakohen, patjetër që makina apo kalimtarët të mos goditen ose të mos përbëhet rrezik për ta, sepse qëndresa qëllimi i protestës është kundër institucioneve, pra kundër qeverisë dhe absolutisht ndaj qytetarëve të lirë apo ndaj edhe policëve që cilët janë detyruar të vinë aty. Kështu që unë mendoj mllëfi qytetar patjetër edhe ajo më së fundit ndoshta ke pas fjalën për vilën e Shokut Enver që i erdhi keq gjithë komunistave. Për mua ajo duhet ishte bërë nevajtore që në vitet... Mendon njësoj, pasi ka kaluar gjithë këto ditë, mendon njësoj që goditjet ndaj asaj vile ishin okej? Unë vazhdoj të them që para një vile s'ka gjetë asgjë se unë kalojm për ditë për Vancouver. Nuk e di nëse ke kaluar për të parë nëse ka gjetë gjë apo jo atë. Atë se gjeti gjë 37 vite demokraci do ta gjej. Korrishe jam gjatë gjithë kohës tek ora. Kështu që nuk kam kaluar këto ditët e fundit. Kur dalësh do mund vjen keq që u prishin ato orgjirat atje në moment kaq orgjirshëm që u gjendën njerëz aty, ju prishën Terezin, sepse nuk e dinim që atë që do të ishte vendi të thënë dhe një nevojtore qytetare ku gjithë duhet për atë që sa ka sa firmat, sa pushkatime, sa internimi janë firmosur nga ajo vilë, pas ka ardhur